Vizita e presidentit të Shqipërisë në Maqedonia e Veriut do të duhej të ishte një mesazh i qartë mbështetjeje për shqiptarët atje, por një episod i vogël në dukje e ktheu fokusin diku tjetër. Në konferencën për shtyp me presidenten Gordana Siljanovska-Davkova, një gazetarje shqiptare i drejtoi pyetje në shqip. Presidenti i Shqipërisë, në vend që ta dëgjonte drejt për drejt, vendosi kufjet për ta ndjekur përmes përkthimit simultan, një veprim që është perceptuar nga shumë kush si i panevojshëm dhe fyes. Fatlume Dervishi nga televizioni Alsat, pyetja ime është për presidentin e Shqipërisë, Zoti Begaj, patët dhe do të keni gjatë ditës së sotme dhe nesër takime me faktorin politik shqiptar në vend. Pyetja ime e parë është pse nuk e pat të arsyeshme që t'i mblidhni në një tryez faktorin politik shqiptar, dhe e dyta, të diskutohet edhe për çështje të cilat sapo i përmendët dhe çfarë mesazhesh uniteti përcollët në këto takime, duke pasur parasysh se edhe në raportin e eurodeputetit Vajc përmendet diskriminimi dhe pabarazia gjuhësore në Maqedoni. Pyetje shumë drejt. Është e vështirë të mos e lexosh këtë si një mungesë ndjeshmërie minimale simbolike. Në një shtet ku përdorimi i gjuhës shqipe ka qenë temë debati dhe përplasjeje për vite me radhë, presidenti i Shqipërisë jep mesazhin se edhe ai ka nevojë për përkthim për ta dëgjuar. Ironia është therrse, shqiptarët në Maqedoninë e Veriut kërkojnë respekt institucional për gjuhën e tyre, ndërsa përfaqësuesi më i lartë i shtetit shqiptar zgjedh ta fistruar përmes kufjeve. Dhe pikërisht në atë konferencë, u fol për zbatimin e plot të ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe dhe ruajtjen e mekanizmave të barazisë si element thelbësor për koezionin social, stabilitetin institucional dhe perspektivën evropiane, por Begaj dha një mesazh krejt tjetër me një gjest të thjeshtë. Shqipja, në atë sallë, kishte nevojë për përkthim.